Edhe kjo me Davos ja ka ngrit, do me thonë, vetë besimin, kisha me thonë edhe popularitetin edhe ma shumë, jem gjithë nga ka bo krenara, jo me qenë... Po ja ka ullë tek veveja, zonja Konveja. Po e vërtet është Halil, po pa marrë parasysh në arenën ndërkombëtare është një performancë e mirë. Por, Zoja Osmani i bën shumë konkurencë zotit Kurti, dhe unë nuk e besoj si mas leximit fundit që mundet edhe me do me thonë, ka me qenë kjo kandidate për anës VV-s për prezidente, edhe pse shpesh po për folën emra, jo nga familja Jashari, jo një prezident konsensual, që kishte me qenë shumë mirë, po përsëri varet kryesisht ai prezidenti konsensual cilin e sheh mas tepër mi zoti Kurti, se i ka 51%. Këta tjerë, do me thonë, një në atë farë që nuk kanë edhe shumë që munën me dhonë në atë aspekt. Çka munën krejt me bo është me shku në koalicion LDK-ja, edhe pse momentumin, personalisht mendoj, nuk është asë se ka njerë për thonë një po i këshilloni keq që po i thoni, ne thonë vetëm mendimin tonë personal. Unë nuk mendoj që do të me shku LDK-ja me abo kvorumin Zojës, as Osmani, as me marë pjesën e prezidentit, do të me qëndru. Nuk kanë qka me humbë ma herët e përmeni Adriani, që ato vota që kanë ardhë me 28-in, mo nuk do t'jenë. Nuk po e thonë që VV-ja do t'humbë, ose do t'humbë shumë. Mirë po, nuk do të sillet në rrethin e 51%. A mund opozita ta sfidoj me një kandidat tjetër, shembull zoti Ramush Haradinaj, që po flitet që po grumbullon në nënshkrime. Po, ai mundet me grumbullu në nënshkrime, pa marë parasysh. Mirë po, na do të me qenë shumë realist